le të themi 32 giga set, 2 herë 16 giga me frekuencë 6000 MHz. Janë pasqitur diku, po flas për tregun shqiptar, domethënë se nuk Po, po ai merrem me na analizën intereson. e tregut jashtë, se shqiptarët kanë pak problem që analizojnë botën e jashtme, po ne jemi këtu. Në Shqipëri qarkullohet nga, le të themi, 120 euro deri në 150, në varësi të dyqanit, se këtu ne në Shqipëri s'kemi Po rregullator. marrim një mesatar. S'kemi rregullator, kështu që po marrim minimum maksimum deri 130 euro mesatare. Aktualisht besoj në këtë moment që po flasim, blihet diku tek furnitorët me çmim të ulët, blihet diku 270-300, taksa, transport, më the tash, besoj këtu do fillojnë të shiten 32 giga diku ke 600-700 euro. Po flas për 32 giga deri në fund 2026-s. Kështu që diferenca është ekstreme, domethënë 300%. Kurse 64 giga po të njëjta marka, po të njëjtën frekuencë, po rrin ke ramet mid to high end, domethënë. Nga 195 euro, 200-210, besoj do shkoj diku ke 1.2. K, domethënë 1200 euro seti, 2 herë 30.